në ato listat e hapura mund të kesh plot të rinjve të reja dhe njerëz të jashtëzakonshëm të cilët mund t'i votosh, dhe në fund fare nuk mund të presim ne që SPAK-u të pastrojë Shqipërinë, të marrë fshesën dhe të pastrojë Shqipërinë. Ajo çfarë unë kërkoj nga SPAK, ta orientoj pyetjen ndoshta më qartë, se kjo që tha është shumë e rëndësishme. Kur them unë, opinioni publik çfarë pret nga SPAK-u, të ndëshkoj krimin zgjedhor. Pra nëse ndodh krim zgjedhor, SPAK-u ka detyrimin ligjor dhe kushtetues që ta ndikoj krimin zgjedhor. Se fillojnë ata jo po SPAK-u s'po reagon, jo po s'po vepron. Në fund fare të kanë ardhur zotëri ty personalisht, po të drejtohem me ty, se jemi kolegë, jemi dhe miq. Të kanë ardhur ty, të kanë kërkuar, të kanë ofruar para për votën? Çuditërisht të vit zero. Okej, atëherë ju jeni nëse një ditë një kandidat do kishte ardhur dhe do kishte apo një eksponent i caktuar do të kërkonte votën dhe ti do heshtje, në këndvështrimin tim je po aq bashkëfajtor sa ata. Çfarë dua të them me këtë? Nëse dikush i drejtohet një qytetari për t'i blerë votën, për t'i bërë favore tjera me radhë, është në dorën e qytetarit ta denoncoj. Sepse sot në fund fare jemi të gjithë nga pak hetues, kur dikush të ofron një favor, ti mund ta regjistrosh, mund ta provosh etj. me radhë. Ka vëllai numër SPAK-u, numrin e gjelbër që ka vënë në dispozicion qytetarëve që do jetë nga çfarë dua të them këtë, se ta thon, jo po SPAK-u. Jo po të marrë SPAK-u fshesën edhe të hysh Shqipërisë me fshesë, por nuk është kjo. Nuk është ky koncepti i të bërit shtet, i të bërit, domethënë, ne jemi po aq bashkëfajtor nëse heshtim në këtë histori. Nëse dikush vjen të blej votën, nëse ke shitur votën, i ke shitur të gjitha moralin, integritetin e tjera me radhë. Kështu që kjo është e gjitha. Jo po SPAK-u të shkoj, po SPAK-u një prokuror ka në gjithë qarkun Dibër, po zëm shembull. Dhe Elvin Gokaj do t'i duhet nga Maqellara të shkonte në Zaldardh, apo nga Zaldardha të shkonte në Kastriot, etj. me radhë. Çfarë do bënte ai? Do marri kaçatorin dhe të lëvizi për 3 minuta? Po normal, prokuror është ai. Në mes të natës mund të ishte edhe në gjumë, ngrit, do shkoj deri atje. Pra, po them, po e shpjegoj shumë thjesht, po fshatrat nga njëri tjetri në ato rrugë të shkatruara duhen të paktën 2 orë për të vajtur, se nuk shkon dot. Se ti shkon bam bum, duhen 2 orë për shkuar. Sepse jo po gjitha këto janë argumenta për të thënë që ata që bëjnë krimin zgjedhor, lan thjesht javën e fundit dhe SPAK, po mundet javën e fundit të identifikoj 3 muaj, 3 javë, domethënë nga nisja e fushatës zgjedhore, edhe deri 3 apo 4 ditë përpara, janë treguar shumë të vëmendshëm dhe i kanë lënë për ditët e fundit edhe ata që duhet bëjnë korrupsion. Mund të jetë kjo në ato 35 procedime penale. Okej. Sepse ato janë top sekret dhe ne nuk e dim. Pra ne nuk e dim çfarë kanë ato dosje. A kam mund pritshmëri më të larta? Patjetër. Patjetër që kanë pritshmëri më të larta ndaj strukturës posaçme, ndaj policisë së shtetit, ndaj qytetarëve. Njerëzit sot kanë alternativa. Njerëzit sot janë domethënë mund të ulen të reflektojnë dhe nesër kur të drejtohen tek kutitë e votimit, të dinë çfarë kërkojnë për fëmijët e tyre, për veten e tyre. Pra në këtë aspekt mua nëse dikush do guxonte, nuk ka ndodhur, se për shkak të profesionit, do guxonte të më afroj për të më bler votën. Përveç se do ta denoncoja publikisht, do ta denoncoja edhe në prokurori, edhe në polici. Pra do veproja në mënyrë aktive. Si qytetare. Më kupton? Kështu që kjo thirrje është për gjithë qytetarët, qoftë edhe në momentin e fundit, qoftë edhe ditën e nesërme të zgjedhjeve, kur do shkojnë të votojnë dhe mund të ketë shantazhe, intimidime, tentativa për blerje, se mund blihen deri në orën 19 kur mbyllen kutitë e votimit. Po, e vërtetë është, edhe 1 minutë para mund ta bëjnë ato. Vjen edhe pas komisionerë siç ka ndodhur. Po, ose numërimi, se në fakt njëri nga, nuk po e them se do duhet si reklam, por njëri nga kryetarit njërës për partive të vogla më tha, unë nuk e kam problemin te votimi, tha, problemin e kam te numërimi. Nuk dua të bëj reklam. Okej, është shkret okej. Jo, është shkret normal. Korrekt, sepse do duket sikur jam e njanshme, kështu që dhe me thënë të drejtën kur e mendova thellë, këtë gjë bënte shumë sens. Dhe numërimi, dhe ju e dini, 339 e famshme, të gjithë numëruesit të majtë të djathtë të kuqe shil blu, ishin vendosur roz, ishin vendosur të gjithë unison për të numëruar votat në 2017 në favor të subjektit Partia Socialiste në atë kohë. Dhe u dënuan, a ishte mjaftueshëm ndëshkimi disa komisionerëve? Jo, por tregoi mendësinë shqiptare se si edhe fenomeni. Edhe fenomeni, patjetër. Ka pas raste që këta kryetarët, më fal, të partive të vogla që përmendit ti, nuk kanë dalë as me një vot në ato zona që kanë votuar vetë. Pra, ka votuar në zonën X, ky përfaqësues i këtij subjekti politik,
nesër deri kur është bërë numërimi, subjekti politik nuk ka marrë asnjë vot. Asnjë vot, as votën e tij nuk e ka pasur. Tani, Bego, referuar kësaj që tha Klodi, sepse unë detyrohem domethënë që të bëj pyetje të tilla që të kuptoj sigurisht audienca se çfarë ndodh, se ndoshta ne mund të jemi kritik të Spakut, mund të presim shumë, por ndoshta të japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Sigurisht në nisma të tilla apo në task force të tilla, logjika çon tek parandalimi e një krimi zgjedhor. Sa e mundur ka qenë, unë e shoh të pamundur krejt në raport me aftësitë apo kapacitetin e Spakut. Tani, më thuaj, ti si e sheh dhe sa punë do ketë Spak në raport me atë që thatë, ke numërim dhe tjera me radhë. Po, e kemi diskutuar edhe më parë. Spak është një prokurori e posaçme. Si vetë organ procedurial që është, hetimin e drejton, po themi nga zyra. Ai shkuar në terren që përmendi Klodi mund të jetë vetëm për një rast. Dhe ai rast e lodh prokurorin dhe nuk ka mundësi dot të shkojë në një zonë tjetër që është 5-6 orë më larg, pasi për atë rast ai duhet të punojë, të angazhohet, të bëjë dhe mbi të gjitha informacioni që vjen nga terreni është ai informacioni i cili duhet ndjekur dhe duhet punuar. Dhe ky informacion merret si nga qytetarët e zakonshëm, si nga përfaqësuesit e subjekteve politike, nga policia e shtetit dhe nga çdo njeri. Dhe këta janë ato iniciatorët dhe individët ose pjesëmarrja e njerëzve në hetim, është ajo që ndihmon Spakun në kryen e punës, sepse Spaku nuk është i gjithanshëm, pra duhet të kesh kapacitete, të kesh mira veta, duhet të jetë Spaku një organ i tillë që të ketë mira prokuror, hetues të BK-s, që të ketë mundësi të mbulojë në mënyrë absolute të gjithë fushata, dhe kjo nuk mund të ndodhi. Pavarësisht se ka një numër të kufizuar veprash, pra ka vetëm korrupsionin aktiv dhe pasiv për zgjedhje dhe ka subjekte funksionare të lartë. Nuk mund të ndjeki dot të gjithë. Por janë dito, për shembull se dëgjova që thatë ju çfarë edhe kamerat duhet të jenë fikur. Pse duhet të jenë fikur kamerat në shkolla? Të jenë ndërsa. Jo, me qëllim në ambientet e brendshme, me qëllim për të mos fokusuar, nuk e di a kanë klasat kamera, nëse kanë, pra ky është ndaluar sepse mund të fokusojë fletën e votimit, ndaj po them. Pra për ta bërë këtë sqarim, sepse janë disa kopshte për shkak për të parandaluar dhunën e tjera me radhë, janë të monitoruara. Po, edhe jetë aty Klodi që të bëjmë edhe debat për kontradiktoritet, pasi ne mund ta imitojmë këtu për shembull, në rast se komisioni ndodhet këtu dhe kamera është aty, fare mirë ajo kamerë mund të pozicionohet ose mund të vendoset kutia e votimit në një vend të tillë që kamerat mos kapi, dhe të marri pjesë, të marri pamje nga dhoma, sepse nga ajo dhomë, nga ai ambient mund të krijohen shumë probleme me numërimin, me votimin e tjera, dhe të mos marri pjesë, mos ketë pamje fizike nga vendi ku votohet. Por janë këto rrethet, janë rrethet që ka përballje të fortë. Për shembull Lexha, siç e tha Klodi, vërtet do ketë përballje të fortë për kandidatët dhe përfaqësuesit e subjekteve politike, por Shkodra do ketë përballje të fortë, Tirana po siç është Tirana që do ketë përballje të fortë, pasi rrëftohet edhe brenda llojit, por edhe përballja është me kundërshtar të fortë. Kështu që mendoj që Spaku sot ta ketë të lehtë, por ata janë të kujdesshëm sepse e kuptojnë përgjegjësinë dhe e dinë që siç ta shpreha të gjithë sytë e popullit janë drejtuar nga ata, dhe do të jenë shumë të kujdesshëm dhe objektiv për ta bërë punën me përgjegjësi, sepse çfarëdo gabimi që ata do bëjnë do t'i rëndojë shumë në pozitat e tyre si prokuror të posaçëm. Do të duhen të jenë sa më objektiv. Vërtet objektiviteti mund të ketë pasojë sa mos kur përballesh me pushtetin. Por që kjo është Kosova dhe mendoj që do ta realizojmë sukses. Faleminderit Bego. Mirë, ne do të kalojmë në një tjetër çështje. Do të jemi edhe pak minuta për shkak të angazhimit të cilët kolega Klodiana Lala ka në raport me mbulimin e zgjedhjeve. Jemi një vetëm pak orë na ndajnë nga ora 7 kur të nisi numërimi, kështu që në pak minuta do përpiqem të marr çështje më mira nga Klodiana dhe nga Blet Bego. Ne do të ndalemi tek vrasja në Vlorë e Rojës Pallati dhe Renato Hoxhaj për kuptuar më shumë se çfarë ndodhi, kush ishte vrasi i Hoxhajt. Klod, tani ti ke ndjekur këtë çështje shumë mirë. Si rrodhi kjo histori që vajtëm tek një vrasës me pagesë tani, cilat janë detajet e fundit të kësaj historie? Se shumë interesante, nga një vrasi që thamë për trull, shkon te grupe kriminale, pastaj përfunduam me porosi nga Dubai. Është vërtet, është një mekanizëm kriminal i sofistikuar, një përgatitje duhet të ndër më interesante që është bërë për ekzekutimin e një personi. Unë fillova të dyshoj në fakt 2 ditë e para për shkak të angazhimeve që kisha në prokurorinë e posaçme dhe në institucionet këtu në Tiranë.
u përpoqa vetëm të grumbulloja informacion dhe ajo çfarë në logjikën time si profesionale ashtu dhe juridike nuk më shkonte kishte të bënte me motivin. Pra ishte një vrasës i cili kishte shkuar e kishte pritur shënjestrën e tij viktimën Renato Hoxhaj për afro një orë e gjysmë, e kishte qelluar në kokë dhe në trup me 2 pistoleta të ndryshme, pra që t'ishte i sigurt për ta ekzekutuar atë. Në pamje të parë, Renato Hoxhaj nuk ishte një personazh që mbarte ngarkesa penale, ishte një person i cili punonte si roje në një objekt në ndërtim, bashkëjetuesja e tij punonte në drejtorinë Bastin Gjelbërimit të qytetit të Vlorës, kishte 2 fëmijë nga martesa e parë të larguar jashtë vendit, bashortja e tij e parë pra bashortja nuk kishte po ashtu probleme. Trualli për cilin u thanë fillim që mund të ishte shkaku apo motivi kryesor, nuk rezultonte ta kishte me dokumenta zyrtare konform ligjit, çka do thotë që nuk është se kishte shumë argument për të mos e shitur ato truall, se mund t'ja merrnin edhe në forma të tjera, pra mund të tjetërsohej lehtësisht nga grupet kriminale. Dhe parë në këtë aspekt, mënyra se si vrasësi kishte shkuar dhe ishte larguar, në pamjet e kamerave të sigurisë, dëshmonte për një qetësi, për një vetëpërmbajtje të fortë, pra njëri i cili ishte vrasës i sprovuar në një farë mënyre, po janë pamjet. Dhe nisur nga këto të dhëna, ditën e tretë vendosa, po thash do ndalem dhe do përpiqem të shikoj çfarë nuk shkon me këtë histori. Dhe çfarë zbulova, sigurisht përmes edhe burimeve policore, por edhe dhënave në terren, rezulton që personi i shpallur në kërkim në cilësinë e ekzekutorit është shtetas rumun. Nga Rumania. I cili ka kryer të paktën 10 vite burg në vendin e tij të origjinës, ka udhëtuar rreth 20 herë për gjatë 4 viteve të fundit, ka hyrë dhe ka dalë nga vendi jon, kishte hyrë 4 herë vetëm në vitin e fundit, pra vetëm në 2025 ai kishte hyrë, pra 2 hyrje dhe 2 dalje nga Shqipëria. Dhe pas ngjarjes, se është shumë interesant mekanizmi, ka dhe shumë detaje të cilat unë nuk i bëj publike dhe duhet mi kërkosh për shkak për të mos e dëgjuar hetimin. Patjetër. Por çfarë ka ndodhur nga Dubai, një personazh i cili njihej si shumë i lidhur me Roan Brahimin, i vrarë në 2019 në Athinë, ose si Roel Prendi ndryshe, Alessio Dobrozi, ka dhe mbiemër të ndryshuar, po këtë e njohim me emrin Alessio Dobrozi, nga zona e Fushkrujës, kishte porositur blerje në një automjeti të rreth 20.000 euro. Dhe automjeti është blerë një biznesmeni të njohur në Tiranë, i cili është pyetur dhe thotë, po, unë automjetin ja kam shitur këtij personazhi, është blerë në emër të një gruaje të moshuar, dhe është marrë nga djali i një ish deputeti të Partisë Demokratike, zoti Gjevdet Mehmet, mos gabohem, dhe djali është i arrestuar për krim të kushteve për të kryer vrasje, sepse këtë automjet ai e ka marrë dhe pretendon se nuk ka lidhje me krimin, por ja ka dhënë disa miqve të tij. Dhe ky automjet është përdorur më pas dhe vetëm duke shkuar përmes kamerave të sigurisë dhe disa detaje të tjera të cilat nuk mundem ju thash për të dëmtuar hetimin, një moment është arritur të fokusohet edhe identiteti, pra fytyra e vrasësit, i cili pra autori dyshuar, dhe përmes bashkëpunimit me autoritetet greke, rumune, por dhe të tjera, është arritur të identifikohet. Rezulton që është fakt një trup palestruar. Dhe nuk është shumë me ato barku që është fryrë aty. Po ta shikosh me kujdes momentin që del, sepse regjia nuk e di nëse mundemi të rikthejmë atë momentin. Pak të vëmendshëm, po ta shikoste pjesa e këmbëve, i ka këmbët shumë të palestruara dhe mënyra se si ecën tregon që ai ecën drejt në trup. E para, e dyta, duke që pjesa lart e trupit është jo në propocion të drejtë me pjesën e këmbëve. Dhe nisur nga këto të dhëna, prokuroria dhe policia që në momentin e parë është vënë në ndjekje të një personi me një fizik të mirë, pra me një fizik të formuar. Kështu që në këtë aspekt, në qaf bot, aty është fokusuar përfundimisht dhe mendohet që është aktualisht në Greqi dhe është duke punuar fort për arrestimin e tij, sepse ka dyshime që për shkak të hyrje-daljeve në vendin tonë mund të ketë kryer edhe krime të tjera. Patjetër që kjo histori ka shumë detaje, mendohet dhe dyshohet sipas të dhënave paraprake që Renato Hoxhaj mund të ishte një person që kishte bashkëpunuar me grupet kriminale për të informuar për ngjarje të rënda. Me sa duket në këndvështrimin tim, por edhe dyshimet e policisë kanë qenë që ai mund të fliste, pra mund të bëhej një i penduar dhe kjo mund ta vinte në rrezik, sepse kohët e fundit ai ishte ndjerë, pra është i tërhequr, nuk është se ka shprehur, nuk ka kallëzuar për kërcënime të tjera, por fakti që ishte instaluar kamera sigurie, diçka kishte ndjerë. Çka do thotë frika e ndonjë pendese të mundshme
që mund t'i dekonspironte grupet kriminale në qytetin e Vlorës, ka bërë që ata ta ekzekutojnë dhe kanë zgjedhur pikërisht një vrasës të huaj. Dhe e di pse në këtë vështrimin tim zgjidhen vrasës të huaj. Vrasësit e huaj vërtet mund të zbulohen shpejt, se nuk njohin terrenin, kanë vështirësi shpesh në komunikim për shkak të gjuhës e tjera me radhë. Po nga ana tjetër po. Dhe po ta shikosh tek pjesa e këmbëve, ja shikoje me kujdes. Mënyra si ecën. Mënyra se si ecën, shikoje trupin lart, nuk është në pra nuk është. Okej. Mund ta shikosh tani, pra po ta shikosh pjesën e këmbëve ka shumë të formuar, ndërkohë pjesa e trupit lart është shumë e fryrë. Nuk është në proporcion me. Nuk është në proporcion. Dhe duket që dhe për këtë arsye, se unë kam bërë dhe një analizim, kam ndaluar 10 herë me frame për ta parë me shumë kujdese. Tani kjo është puna jonë, unë analizoj ditë pas dite. Mund të isha një prokurore shumë mirë, se do kisha zgjedhur ta bëja një gjë të tillë. Por nuk e kam zgjedhur. Dhe për ta përmbyllur në gjithë këtë tek vrasja me pagesë, domethënë. Për ta përmbyllur tek vrasja me pagesë, në gjithë këtë histori unë mendoj që grupet kriminale zgjedhin një vrasës me pagesë, sepse vrasësi me pagesë e ka shumë të vështirë të shkojë tek urdhëruesi i krimit. Qartë, kur është i huaj. Sepse nuk njeh lidhjet kriminale shqiptare, nuk njeh aleancat apo përplasjet mes grupimeve. Tjetra nuk njeh elementet shqiptar të cilët mund ta ndihmojnë një person i cili është shumë rrethanor në histori, po ndërkohë ata të cilët kanë interesa të drejtë për drejta nuk shfaqen asgjë kundi. Dhe po të shikosh në të gjitha rastet, si Piccolo Leticia, pra Salvadori Leticia që i thon Piccolo Leticia 2015-s, si Eftimio Eftimius që është ish oficer i komandove forcave speciale në Greqi. Ashtu të tjerë apo Ruben Saraiva. E kanë patur shumë të vështirë të rrëfejnë se kush ishte urdhëruesi apo njeriu që i ka financuar. Dhe probabiliteti për tu ekspozuar apo për tu vënë rrezik për tyre shumë i ulët. Kështu që ndaj mendoj se ata zgjedhin vrasës të huaj për këtë arsye. E para dhe e dyta, Renato Hoxha, unë dyshoj, edhe policia dyshon dhe prokuroria që i kanë mbyllur gojën për shkak sekreteve që ai mbarte. Nuk ka asnjë dyshim. Pavarësisht se u ngrit si pistë fillimisht çështja e pronës, që të jetë goditur për çështjet e pronës apo për çështje të tjera që kanë të bëjnë me personalitetin e tij. Mirë, ne Bego për shkak të minutave unë do duhet të kaloj tek çështja tjetër, të kërkoj ndjes, shpresoj shumë që Klodi të ketë ezauruar goxha nga kjo, që faleminderit shumë Klod. Ne do ndalemi tek pak minuta tek fakti që tashmë anëtarë opozitar të Këshillit Bashkiak të Tiranës kanë bërë, le të themi, një lloj kërkese që kërkojnë shkarkimin e Erion Veliajt nga pozicioni si kryebashkiak i Tiranës, për shkak se le të themi ka kaluar 3 muaj pa shkuar në punë, teksa qëndron në paraburgimin e qytetit të Durrësit. Klod, dje kam përshtypjen, po lexoja që kishte siguruar dhe një lloj shkrese tani. E kanë këtë të drejtë për ta shkarkuar? Tani ligji parashikon, është e vërtet jo një lloj shkrese, po shkresën zyrtare që këshilltarët e opozitës, këshilltarët bashkiak dhe konkretisht zoti Ali Mehmeti dhe zonja Ilda Zhulali, kryetari dhe nënkryetaria, i kanë dërguar pra të këshilltarëve bashkiak të kryeqytetit, duhet ta kemi dhe shkresën, nëse nuk e kemi. Nuk e di nëse regjia mund ta kemi shkresën. Për ta lexuar dhe për të qenë shumë korrekt, ata thonë që për shkak se zoti Veliaj nuk paraqitet prej 3 muaj, dhe konkretisht është Ilir Ali Mehmeti, kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike dhe Ilda Zhulali, nënkryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike, i janë drejtuar zonjës Romina Kuko, kryetari i Këshillit Bashkiak, Behar Zeneli, sekretari i Këshillit Bashkiak, Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë dhe Afrim Qendro, prefekti i Qarkut, ku ndër të tjerë ata kërkojnë mbledhjen e Këshillit Bashkiak në datën 12 maj 2025, pra një ditë pas zgjedhjeve, dita e parë e punës pas kalimit të afatit 3 mujor për mos paraqitje të pandërprerë në detyrë zotit Veliaj, me objekt zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe propozimin në Këshillin e Ministrave të shkarkimit të zotit Erion Veliaj. Ligji parashikon kur një person nuk paraqitet, pra një kryebashkiak nuk paraqitet në detyrë pa shkaqe të arsyeshme për 3 muaj me radhë, duhet shkarkohet. Në fakt, në rastin e zotit Berisha është mbajtur një standard krejt tjetër. Kështu që unë nuk di se si do të veprojë Këshilli Bashkiak dhe nuk di nëse në rastin e zotit Veliaj se kemi standarde të ndryshme. Pra, zoti Rama ka mbledhur Këshillin e Ministrave dhe ka shkarkuar Safet Gjicin, edhe pse akti i tij ishte një akt i tmerrshëm dhe skandalos, po e ka shkarkuar për 4 minuta. Shukri Xhelilin po ashtu, kryetarin e Bashkisë së Dibrës, apo Lefter Allën e Bulqizës, pra ka vepruar në këtë formë. Në rastin e zotit Veliaj, me sa duket për arsye elektorale, kryeministri po e zvarrit dhe nuk e di ç'vendim do marr. Por për tek kësaj se çfarë do të ndodh
me fatin e Zotit Velia, çfarë më shqetëson mua si Klodiane dhe besoj qytetarët e Tiranës, kush po e drejton sot bashkinë? Kemi një kryeministër i cili pasi ka uzurpuar të gjitha pushtetet në këtë vend, ka uzurpuar edhe Bashkinë e Tiranës. Dhe kjo më shqetëson personalisht, sepse